Nga Shkodra, ku zhvilloi takimin e tij të katërt me demokratët, Ervin Saljani nuk i kurseu që në nisjet fjalimit kundër përgjigjet ndaj lidershipit Partisë Demokratike. Akuzave se takimin ja organizoi Benet Beci, Saljani ju përgjigj duke i kujtuar Sali Berishës se Beci ka qenë drejtori i emëruar nga ai në disa prej institucioneve më të rëndësishme. Në rastin e Shkodrës, Benet Beci nuk ka qenë një drejtori i emëruar prej meje, as i emëruar prej jush. Ka qenë ish drejtori i emëruar prej drejtuesve të Partisë Demokratike dhe i mbajtur me pekule, me gjatë në institucionet më të rëndësishme. Gabimet që ka bërë Partia Demokratike kanë bërë që Partia Demokratike të jetë sot gjendjen që është. Për shkak të emërimeve të padrejta, për shkak të mos promovimit të drejtuesve të partisë që kanë sakrifikuar dhe sakrifikojnë për Partinë Demokratike, po për shkak të emërimeve nepotike dhe me lidhje familjare, siç është rasti i të pandeurit Benet Beci, që nga drejtori i Partisë Demokratike sot është kryebashkiak i Partisë Socialiste dhe pa guxojnë që ta përmendet. PD nuk është pronë askujt, shtoi mëtej Saljani, duke shprehur bindjen se askush nuk e përjashton nga partia. Për shkak se zyrtarëve të Partisë Demokratike, rrogtarëve dhe përfituesve të Partisë Demokratike, nuk ju vjen mirë që funksionin që kanë ta mbajnë me punë, por e duan ta mbajnë me marifete edhe qyll, nxjerrin edhe shpikin terma që nuk ekzistojnë. Nuk ka vetë përjashtim, ka vetë përfshirje, ka vetë aktivizim, ka përballje. Dhe ne do t'ja dalim deri në fund ta ndryshojmë Partinë Demokratike. Po kjo politik ka dështuar po ashtu sepse ka harruar se politika është shërbim, nuk është pronë. Reformimi i Partisë Demokratike vjen vetëm me garë reale dhe duke e kthyer meritokracinë, deklaroi mëtej ish deputeti demokrat, i cili nuk kurseu sulmet ndaj qeverisë Rama. Më mirë disa beteja, edhe nëse të humben me miq, se sa të fitojnë me të paburra. Shqipëria nuk ndryshon dhe është e pamjaftueshme nëse Partia Demokratike nuk reflekton dhe nuk ndryshon për ta rrëzuar Edi Ramën. Shqipëria nuk ndryshon duke rikthyer politikat vjetra, metodat vjetra, figurat konsumuara dhe mentalitete që i kanë zhgënjyer qytetarët që shumë vite më përpara. Duhet thënë qartë, e vjetra ka dështuar. Në sallë u pan të pranishëm vetëm emra të rinj dhe i vetmi nga struktura degës lokale ishte një nga nënkryetarët ish kandidati për deputet Arben Lushaj.